As nëndrat e tij më të mira, ai nuk mundet me bo shumicën. Mos u mërzit, do t'jetë kjo gjendje, por do ta krijojmë qeverinë e re pa Albin Kurtin dhe pa vetëvendosje. Zoti Kurti na ka humbur një 8 muaj të fundit me manipulim, me mashtrim, me taktizim, dhe tash po I kërkon edhe disa ditë. Ai në mënyrë kundërligjshme sipas Gjykatës Supreme është duke vazhduar që të jetë në zyrën e kryeministit të Kosovës dhe duke marrë vendime të cilat nuk janë pajtim me ligjin, duke përfshi edhe miratimin e buxhetit apo projekt buxhetit të sotëm. Jo, nuk kam ndonjë vlerësim kështu transition për sa I përket qëndrimit të tij. E mor fjalën dikur ka gjysa e takimit, po nuk është që tha diçka konkrete, përveç që tha ta shoh pak a ka mundësi, as ka mundësi, duke lënë me nënkuptuar që dëshironte me I pas edhe disa ditë për me zgjat këtë agoninë cilën na ka fut prej fillimit të këtij viti. Pritshmëritë e Partisë Demokratike të Kosovës janë me I fitu zgjedhjet e ardhshme dhe po ashtu me udhëheq qeverinë e Republikës Kosovës, me pas një kuvend funksional, me pas një shumicë të mjaftueshme, e cila ja bën stabilitet dhe po ashtu me bë të qartë atë tentim kërcënimin që zoti Kurti po bën sidomos partnerëve minoritar, nuk do të ketë zgjedhje në prill. Nëse kemi zgjedhje tash, unë jam I bindur që këto zgjedhje do ta prodhojnë stabilitetin për 5 vjet e ardhshme, edhe me zgjedhjet presidentit apo presidentës, edhe me qeveri, edhe me të gjitha. Ne nuk e kemi mbështetur dhe nuk e mbështesim lëvizjen vetëvendosje në asnjë garë.